Në ditëlindjen e tij të 48, aktori rrëfen betejën me kancerin, duhej të përballesha me vdekjen. James Van Der Beek festoi 48 vjetorin duke ndarë reflektime mbi jetën dhe betejën e tij me kancerin kolateral në fazën e tretë me të cilën u diagnostikua vitin e kaluar. Në një video në Instagram, aktori tregoi se kjo përvojë e detyroi të rishikonte identitetin e tij përmes famës si aktor, bashkëshort dhe baba. Duhet të përballesha me vdekjen, u shpreh ai duke përshkruar vitin e kaluar si më të vështirin e jetës. Trajtimet e larguan nga familja, duke privuar nga roli i tij si bashkëshort mbështetës dhe baba i pranishëm. Pavarësisht sfidave, ai ndau mençurinë e fituar nga kjo përvojë duke reflektuar mbi forcën dhe rëndësinë e lidhjeve familjare.